6 ditë më parë, në duar mbanin armë, kur nga manastiri i fshatit Banjsk sulmuan policinë e Kosovës. Por mes ditën e së shtunës, trupat e Stefan Nedeljković, Igor Milenković dhe Bojan Mijajlović nga familjarët e tyre u morën në Arkivoj. Ata u vranë në sulmin terrorist që e organizuan më 24 shtator. Pas përfundimit të autopsisë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, 3 trupat e vrarë në Banjsk të Zveçanit i u dorëzuan familjarëve. Megjithatë, raporti final i autopsisë ende nuk ka përfunduar dhe nuk i është dhënë familjeve. Raporti i autopsisë pritet të marrë kohë për shkak të analizave shtesë dhe në fund do t'i dorëzohet prokurorit, i cili do ta ndajë raportin me familjet. Sipas përfaqësuesve ligjor të familjeve të 3 sulmuesve të vrarë në Banjsk, raporti i autopsisë do duhej të përfundoj pas 15 ditësh. ATV-ja kupton se njëri prej të vrarëve, Nedeljković, i cili njihet si krahu i djathtë i udhëheqësit të grupit të armatosur Milan Radojčić, do të varroset në Serbi të dielën. 2 të tjerët, Milenković dhe Mijajlović, në Leposavić.